Padyshim se obligimi i dytë që Allahu xhelle xhelalu ja bëri pra muslimanit është namazi. Pra, më njëherë pas besimit në Allahun xhelle shanu, apo në që ne quajmë shahadetin, dëshmin, tauhidin, njohurinë e Allahut, më njëherë obligohet me namaz. Andaj, për atë, es-salatu imaduddin, namazi është shtyllë e dinit, është shtyllë e fesë. Ai i cili e mban namazin, ai është duke e mbajt fenë, ai është duke mbajt gjallë dinin Allahu xhelle xhelalu. Por ai i cili e rënon namazin, ai i cili e braktis namazin, ai i cili e boshatis për namazin, ai padyshim se është duke e shkatruar edhe dinin Allahut xhelle shanu xhelle xhelal. Namazi ka shumë bereqete të mëdha. Për atë edhe Allahu xhelle shanu ka thënë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi edhe të largon nga shumë vese të liga, irrituara, nga shumë punë të këqija. Namazi edhe të qetëson shpirtnisht. Vetëm para disa ditë lexova shumë njerëz të feve tjera, të cilët po inkuadrohen dhe po pranojnë Islamin, vallahi po bjerë namazi. Namazi po bëhet sebebi, shkaktari kryesor, për arsye se po gjejnë rahati, po gjejnë qetësi. Pse pejgamberi alayhis salatu wasalam sa herë ndinte veten ngushtë, e maltretonin, e torturonin pejgamberin alayhis salatu wasalam. Çka i thonë te Bilalit? O Bilal, na thirrni ezan, të falim namaz edhe të rahatona, të qetësona. Andaj, për ato dhe Allahu xhelle shanu ka thënë wasta'inu bis-sabri was-salah. Jeta ka dinamika të ndryshme, ka vështirësi të ndryshme, ka probleme të ndryshme. Andaj, besimtari urdhënohet nga Allahu xhelle xhelalu që për t'ju bërë ballë këtyre telasheve, e këtyre kasaveteve, e këtyre sprovave të dunjas, çka Allahu xhelle xhelalu po thotë me sabër edhe me namaz. Sa kërkoni me sabër. Pra me sabër dhe me namaz, këto janë dy armët më të forta që besimtari ju bën ballë sprovave, ju bën ballë telasheve, ju bën ballë gjithë atyre kasaveteve të dunjas me të cilat ne dëshëm apo s'dëshëm po përthokohemi dhe sidomos në çdo zaman stresi, depresioni, problemet e shumta me të cilat ballafaqohet sot ky popull, vallahi namazi është ai i cili i largon të gjitha këto vështirësi, telashe dhe kasavete të cilat i kemi.